A duhet të ndalohet me ligj përdorimi i rrjeteve sociale nga fëmijët? Qytetarët kërkojnë kufizim duke theksuar ndikimin negativ, teksa kërkojnë rolin e prindërve dhe psikologëve për më shumë kontroll dhe kujdes. Kohët më të gjata në për Instagram, për YouTube, kjo më thash, fëmija 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, në moshën e vete që ka janë. Ato s'njohen as kanë se për telefonit, që ka e kanë. Ajo duhet ndalohet rrepsisht me ligj. Pa treba da se zabrani, zašto dецата се лесно се може да се влияе на нивната свест и треба повише грижа да се од страна на родителите, фамилиарниот живот, семејството и образовниот систем. Естествено дека треба да е, пошто не е санкционирана, не е подложена на редукција и не се вклучени фактори кои треба да влијаат за правилно одгој на самиот младеж. Имено треба да се вклучени психолози, да има цензура, што е полезно за децата, тоа да биде и во ефирот. Па тие воопшто не му требаат на децата. И сега и таму и не има нешто, да речеме, корисно, што може да види, ама не гледа корисно нешто, него нешто што не чини. Кога ќе види, таму гледа. Значи, би trebalo da se zabrani. Sociologu Lulzim Murtezani paralajmëron se përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale tek fëmijët dëmton shëndetin mendor dhe dobëson aftësitë e tyre të përditshme për shkak të përmbajtjeve të papërshtatshme për moshën. Sa më pak që fëmijët u ekspozohen përmbajtjeve në platforma sociale, aq më tepër do të kenë një mirëqenie, një stabilitet psikologjik, do të kenë një vetë besim, do të kenë një vetë kontroll, një fokusim në detyrat të cilat duhet të kryen. Kjo gjë tashmë është dëshmuar në sajt të shumë studimeve shkencore. Ndryshe, një anketë kombëtare tregon se 76% e qytetarëve mbështesin kufizimin e rrjeteve sociale për fëmijët, duke kërkuar masa ligjore për mbrojtjen e tyre. Nisma për një fëmijëri të sigurt kërkon rregulla si verifikimi i moshës dhe kontrolli prindëror. Nga kjo nismë thonë se Maqedonia nuk duhet të mbetet një vëzhguese pasive dhe bëjnë thirrje për një qasje të koordinuar midis institucioneve Kuvendit, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Transformimit Digjital dhe organeve rregulluese.